Virozat stinore janë shtuar në të gjitha grup moshat. Në qendra shëndetësore të Vlorës mëson se më të përhapura janë rastet tek fëmijët. Rastet më të mëdha sipas bluzave të bardha janë vënë tek grup moshat pediatrike për shkak të imunitetit, kontaktit të ngushtë me njëri tjetrin në ambiente si në qerr dhe kopshte, ashtu edhe në shkolla, ndërsa shenjat janë me temperaturë të lartë, dhimbje fyti, kolla apo hunë të zëna, ndërsa rastet më problematike janë kur temperaturat zgjat më shumë se 3 ditë. Por mjekët këshillojnë qetësinë përkundër alarmit i cili sipas tyre fillon pas ditës së tretë, nëse përkeqësojnë gjërat dhe nëse fëmia ose tek grup moshat e rritura ka temperaturë të lartë që vijon apo probleme të tjera me frymarrjen, atëherë patjetër duhet kërkuar menjëherë ndihma e mjekut të familjes. Nga ana tjetër, mjekët bëjnë edhe apel për mos përdorimin e ChatGPT-s për trajtim mjekësor. Veç virozave të stinës, sipas mjekëve qarkullon edhe Covidi, por simptomat nuk janë shqetësuese, edhe pse ata apelojnë për kujdes të shtuar tek cëmurët me sëmundje bashkëshoqëruese.